Hello, mirë mëngjesi. Sot është një ditë gri, vrant, shi, krejt pa lidhje me pak fjalë. Nuk po na kalon kjo e ftofmja me të shtime s'po kalon. Zgjova sot edhe pash rrumuj. Ose ma sakt një rrumuj që e kam ditë që ishte, ama që me të kallzu drejt kam përjetu me sistemu. Por, unë do të ta tregoj, ama ti mos më gjyko. Ti munesh me më gjyku, po unë menova se jemi besties. Okej, ja ku është rrëmuja. Gjithë ky syrtari nuk hapet më shumë se kaq fatkeqësisht, se kaq e ka ky mobilje. Por është gjithë syrtari make-upit, edhe është një rrëmuj e papame. Nuk e di nëse në video dallohet, po janë gjitha të hedhme aty. Kështu që tani duhet me e rregullu, me e pastru. Apo jo mjosh? Mendoj që hapi i parë do ishte me nxjerr gjitha në tavolinë. Që të paktën ti seleksionoj që duhet majt, që duhet tret, ti pastrojmë, sepse me të vërtet skandaloze. Ja ku dalin edhe sene që kisha harru krejt se i kam, sepse normal. Sikur ti hedhësh aty e mos ti përdorësh, as mos ta dish, përfundoj në fund. Ciao! Qa s'ka, edhe nga që janë der disa budalliqe tash mos me më gjyku. Nga që janë der disa budalliqe, janë ba pis shumë tjera. Duhet me la edhe penelat, sepse me të vërtet s'ka në lo. Qysh drita. Po mirë se rrim pak edhe errësirë kështu. Duhet me la penelat po thoja. Se gjendjet skandaloze. Hajde rromun. Aja ku qenë ka ky përmendes qirinjt. Sa produktet janë të marrume, që veç me u tret. Aja ku qenë ka edhe ky antibiotiku i syve. Gjitha dalin, Gjitha dalin. Që kam pas menu s'kam, po ja ku pas ka qenë. Po si harrova që i kam edhe këto të takave. Kjo është një vezë që ma ka dha nuse e dajës për pashk. Nga ato gjasme që të realizohet dëshira. Një 2000 leksh. Robd, 1000 lek, 500 lek, total kam 3500 lek. Shishi, sa është për të bashkë ka? Lek. Tu kemi një beauty blender, hala. Super. S'merret vesh. 200 lek. Ue, u pasurova. Ja si është gjendja momentalisht. Jo keq, po jo mirë. Detyrova me mbyll derën e dhomës, sepse nuk po m'lejnë macet. Sepse për to me pa ka shumë budalliqe vërdall, do me thanë me lujt. Edhe unë s'kam të rezi me lujt, sepse më duhet me pastru. Dhe është prioriteti i momentit. Tani po pastroj këto kutijat. Nga këto kutijat kam pak, do doja ta kisha edhe naj tjetër. Problemi është që unë e kisha motivimin me pastru. Po pasaj kur filloj duke u bërë rrëmuj, si kur më kaloj, po që kemi nisë. Edhe motivimi që kam është që nuk du me nisë 2026 me rrëmuj. Që duhet me pastru para se të mbyllet viti. Nuk e di, unë mendoj që pastrimet me themel janë të nevojshme të paktën 2 herë në vit. Do me thënë këto që nuk i bëjmë shpesh, këto punë që nuk i bëjmë shpesh, si përshtaj përket organizimit e kështu, paktën 2 herë në vit, edhe një ndër to mund të jetë fillimi i vitit. Ndërsa tjetra pastaj mund të jetë kur vije vera. Me dash mund ta bësh edhe një herë tjetër pastaj se do bësh ndrimin e rrobave. Unë për shembull nuk e bëj ndrimin e rrobave sepse i kam gjitha jashta. Si për verë, si për dimër. Ama nëse bën ndrimin e rrobave, i bie që të organizosh raftin më shpesh. S'ka mundësi me bën ai punë e leo mos me mbë shoqni. Shife vetëm thjesht rrin. Është matëse që veç ka qef me nejt me mu kudo që jam unë, veç me nejt. Isha me Janicën të një qele të kare, edhe pam këtë hudin, edhe thash duhet ta marr. Sepse jemi fix, me and my girls, jemi fix. I thaj mirë, 90%, edhe pastaj, sepse nga që do rrinë në syrtar, kam frikë sikur nëse rrinë pak të lagme, mund të krijohet myk, edhe kështu që nëse është paranoj kot, pse ta rrezikoj, duke qenë se mund të kaloj pak tharse me i heq ato pikat e tepërta. Tani po me këto qese me turina që kam gjetë kurajon me nis këtë rrugën e pastrimit.
Kjo është bosh. S'ka ma shumë produkte sa që as vet nuk e vere se sa produkte kam. Edhe nuk më duhen. Me thënë nuk është se nuk më duhen, po në qoftë se i maj këshu rëmuj, as njëherë nuk kam për t'i përdor gjitha. Duhet me u zgju nga gjumi. Apo vjen dikur, shevni mo. Basta. Shampo t'a thu s'ka dojnë, në thënë nuk besojnë skadenca, po... Nejse, nuk më pëlqen kjo loj. I'm tired of this, grandpa. Për pastru gjamin mund të heq kështu. Është një lodhje minus në thojza, se nuk ke nevoj me e pastru aty edhe mos me përshu shumë, se ke frikë se mos e thene, bla 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 bla. E di qa do doja unë do doja shumë sene. Po një diqka që do doja të kisha sy për organizim. I ke parasysh ato njerëzit që e shofin një rëmuj, edhe thojnë, okej, këtë e pozicionojmë këtu, këtë e pozicionojmë këtu, këtë këtu, edhe shnet mirë pafshim. Po unë du shumë sene, du sy për organizim, du për gatim, du për këtë, du për atë. Ti do thush, po mirë, mëso, bëne, nuk është nevoja me ngrejt zanin. Ata që ka ma shumë produkte se që përdori, sepse ja, të kati funit kemi produktet e mami, që nuk i di që me bë me to, edhe kruqirujta, përveç se ka ca budalliqet mija, që janë shumë nalte edhe vetëm ky kat i dzen. Pastaj këtu kemi produktet për flokët, edhe strukante, vajra, kremra për flokët, budalliqe. Ndërsa këtu kemi gjelin për me bë vetullat edhe skincare. Gjitha që i përdori për skincare. Edhe kjo ka shkaktu një raft bosh. Por bosh. Këtu kemi deodorantin, spray trupi, kremra trupi. Ndërsa te katet e funit janë letrat e lagme për macet edhe këto budalliqe kështu për macet. A se s'duket keq. Ma mirë se përpara, me siguri po. E ndërsa gjitha këto janë për tu tret. Kjo rëmuja mi mori mend, nuk e di atë në dhe ty, ama se ti kur lodhëm kështu duke pastru, sigur s'ka masuri. Po e di që drek duhet me hangër. E mundësish më ka shku vonë, se më duket se ora 12:30 me thanë, jashtë orarit tim drekës. Po qatë hana i kështu, se s'ka mori. Po nështë nga që në gjesë kam hangër shumë kështu cereali, cornflakes, e tash s'po ka mori hiq. Nuk ka mori. Po Coca-Cola më pije. Po ja kam bukush vetës që s'mund pi Coca-Cola kështu me stomak bosh. Apo jo miush. Hajde këtu te mamijat. Tile. Shife thoj njerëz. Thuj njerëzve. Tregoju njerëzve sa e bukur që je. Tregoju njerëzve sa e mira që je. Po si kur të bëj pak tortellini me brodo. Se shkoj ndam. Se kur i bëna unë para 2 ditë. Edhe këto, mos gabofsha kur ta hapish qesen, pastaj duhesh me i bërë mrena 3 ditëshit, po janë me vedhë. Receta për tortellini është se një maj kollajt që munesh me bë. Se këtu t'janë i cajsi ndimra me ardhen për darë, edhe sollën të lulet. Ndërsa këtu kam një panetone që ma ka dhuru Sofia, me thanë familje e Sofias. Edhe është me gështenje dhe çokollatë. Se kisha prit nejherë, po shumë i shishëm. Ose ma sa këtu një gështenja është marron glacé. Që nuk është një disen, por përse prem kështenje e bje. Shumë i shishëm. Të marrim vëllai një herë të bezdisim. Ciao bestie, what is you doing? Oh wow. Okay, have fun. Ciao allora, ciao. Telefonat emocionuse, po thjesht kështu e bezdisim njëri tjetrin gjatë ditës. Nejse, vazhdojmë me recetën. Hapi tjetër i kësaj recete është me marrë këtë brodo pollo. Marrim një lugë gjelle edhe hedhim një sasi të bollshme. Varet se si e ke qef tja, e ke qef me shumë shije, apo ku di unë se si e ke qef. Unë një lugë bollshme ja hedhi. Sepse sinqerisht nuk jena të vira kursimin me brodo, se të pak të natë pja që ta ha taman. Edhe shife dje dola e harrova me una në farmaci. Duhet me marr një ilaç që supozohet me ndihmu me vitaminën D. Sepse edhe vitamina D më ka dalë shumë e ullët. Duhet jetë diku te 20 plus, mos gabofsha vitamina D, edhe mu më ka dalë 13. Me thënë shumë më e ullët se mesatarja. Po pritë se duhet me hedhë tortellinit. Tortellinit ku di unë e mush një pjatë, shumë, edhe e hedhi. E duke qenë se me siguri këto i ha edhe ndarë, me që jam duke i bë, e mush edhe i pjatë tjetër.
Edhe vitaminën D, do me thënë e kam ma poshtë, si ka mundësi që flas gjithmonë për shnetin, kur jam duke gatu, nejse. Nejse, se s'pun jam të dit me maru një muhabet. Edhe, unë menova që vitamina D, okej, e dim që vjen nga dielli, po menova se mos ka edhe në mënyrë tjetër me ushqime, po pyeta ChatGPT-n, e pyeta i thash, po si ka mundësi që më dha këtë ilaç? E nuk më tha jo po ha këtë, jo po ha atë. Edhe kjo më tha ChatGPT-ja që vitamina D është ma kollaj me u marr me ilaçe, sepse nuk ka ushqime. Ja prit ta pyesim ChatGPT-n edhe i herë. O Chat, jo deshta me të pyet si ka mundësi që doktoresha më ka thënë me marr vitaminën D me ilaçe. Pse s'm ka thënë jo po ha ndaj ushqim ose dil në diell. Mu vitamina D më ka dalë 14. Në disa raste, mjekët mund të rekomandojnë marrjen e vitaminës D në formë suplementi për të siguruar që nivelet janë të mjaftueshme, veçanërisht nëse ka një mungesë ose një nevojë specifike. Megjithatë, është gjithmonë e rëndësishme të ndjekësh udhëzimet e mjekut tënd. Nëse mjeku të ka rekomanduar të marrësh vitaminën D si ilaç, atëherë ndoshta ka arsye të veçanta për këtë. Okej, po nëse unë për shembull nuk du me marr vitaminën D me ilaçe, por du me marr me ushqime, a ka ndonjë ushqim që mund të ndihmojë me vitaminën D? Po, ka disa ushqime që mund të ndihmojnë në rritjen e niveleve të vitaminës D. Disa prej tyre përfshin peshku i yndyrshëm, si salmoni, sardelet dhe skumbri. 2. Produkte qumshti, si qumshti i fortifikuar, djathi dhe kos. 3. Veza, veçanërisht të verdhat. 4. Mushkëritë e kafshëve, si mishi i pulës ose i qinjit. 5. Disa lloje të kërpudhave, të cilat janë rritur në ndritën e diellit. Okej, shumë faleminderit. Okej, salmonin e kam qef, zgombrën e kam qef, se skupi është zgombrë, no, skupi nuk është zgombrë. Se dine, se vezët i kam qef, do mundohem edhe këtë me integru, po do marrë edhe ilaçet, sepse nuk janë ilaçe, janë suplemente integratora për vitamina edhe nuk besoj se mund të më bëjnë keq, duke qenë se niveli i vitaminës D më kishte dalë kaq i ulët, jo patjetër. Nuk jam kështu e gatshme me marrë ilaçe gjithmonë për gjithçka. Mundësisht unë përtas edhe mamin tim, që sipas meje nuk është sepse direkt sa të nisi dhimbja e kokës, direkt duhet me marrë një mensulide ose takipirina e qaleshin janë këto. Aulin, do me thënë, ne e kemi një mensulide aulinin. Po edhe e kuptoj nga një anë se hajte edhe mosha ndikon. Do me thënë, i pëson ndryshe kur je 50 e ndryshe kur je 20. Po di unë fundit, unë nuk jam 50, jam 20. Unë të pi edhe Coca-Colën. Do me thënë se kam meritu, plus që u lodha, sepse sistemova të mbanjo, sistemova syrtarin e make-upeve, sistemova 2 raftat e mi. Ta një plani është me hangër këto, edhe me hy, me shkunalt, me mush vaskën. Nuk e di qa ka Leo, po unë e kam sterilizu, po nga një herë prap i vjen si kur ai instinkti, edhe shkon e ngacmon kikin. Mian jo. Jo atë shumë, do me thënë, ndërsa kikin e masakron, nuk e len shnosh. Leo, te lo gjuro se po u qova. Ka rregulla këtu. Imagjinoj kur ti jem prind. Me zi presk. Gjithsesi, pastaj do shkojmë nal, do mush vaskën, do bëj një everything shower, edhe ndërkohë do shoh The Kardashians. Sot është një ditë kështu, pastrim shtëpie, everything shower për veten time. Jemi në rregull, sinqerisht, më pëlqen një ditë kështu e thjeshtë, sidomos sepse tani do vinë festat, e kështu që do jemi të ngarkuar. Çfarë planesh keni për festa i herë? Duket se kam bë ujin pak si shumë të ngrohtë. Tashmë do rri këtu, edhe do përsollohem. Kjo është një ndër arsyet pse unë nuk bëj asnjëherë vlogmas, sepse nuk më duket sikur kam një jetë kaq interesante sa që me regjistru çdo ditë. Sepse sinqerisht, maset e mia do me hy. Shumicën e ditëve e kaloj duke regjistru për TikTok, edhe duke editu kaq çfarë të tregoj unë. Një boring life, sepse është boring. Do më zë gjumi, të rish në ujë val. Është kaq relaksuse. Si ka mundësi? Më duket vetja person tjetër tani. Sigur jam rinë gjallë, se më duket fytyra kaq e kuqe. Nuk jam aq e kuqe. Me flokët e lagme do aplikoj këtë
PDRN Riddle Shot Hair Ampoule nga Viti Cosmetics, është një markë koreane, edhe ndihmon me flokët. Unë e aplikoj kështu është si tip, si kur t'ishte gjyrpan. A di sepse më pëlqen pastaj sidomos ky produkti, sepse ta len kokën me atë ndjesin e freskët. Edhe jo vetëm në moment që e fërkon, madje në moment që e fërkon nuk e ndjen atë shumë, po pastaj si kur fillon e vepron edhe të len atë ndjesin e freskët. Zakonisht nuk i kre flokët kur janë të lagme, por kur aplikoj këtë kremin vajnë, si mund ta quaj, vetëm përdor një krahën nga këto me dhamet shumë të distancuar nga njëri tjetri. Sa ndjesi e bukur në kokë. Se tani do provojmë diçka për fytyrën. Do provojmë këtë kremin që supozoj të heqi pikat e zeza nga huna. Edhe kështu që why not, po prit si funksionon. Kjo është maska. Këtu duhet të ketë ato letrat që ngjiten, po, instruksionet. A duhet me lanë 15 deri 20 minuta. Në rregull, a thuti, kështu do bëjmë. Kështu që maskën, ja ku e kemi. Ka edhe furçën e vet. Shive si është si gelatin. Working on a fire. E di se qa po bëj. Inshallah jam duke e bo sakt. Tas nuk e di, dhe me thanë fikse sa krem duhet me vu. Marrë një letër kështu. Si kur të aplikoj vetëm nga një gjysëm kështu. Vej një letër tjetër. Nice! Thu ta vejmë një të balli, nosha del në i diqka? Po, mërë pse jo. Po edhe një të mjekra. What time is it? Duhet me pas kujdes sepse ka frikë se po kap vetullat. Okej, super, sa është ora? 2:01. Kështu që do presim deri ka ora 2:30. Edhe furçën e saj ta shpërlaj. Kam frikë se mos do macaroj e fytyrën. Shpresojmë që jo, sepse unë kam shumë problematike dhe delikate. Well, ja ku jemi përsëri. Kanë kalu minutat, edhe unë them të nisim nga kjo. Ishe fijet e vocla nuk dalohen. Le të shohim atëherë këtë që supozohet. Ndoshta nuk ka ma shumë pika të zeza. Sa mund të menoja, ja të balli për shembull 0. Por këto dyja që ishin te huna, janë 2-3 ndoshta këtu, edhe pak fare këtu, siç i shikon edhe ti. Po jo në e kush e di se qa. Më duket sikur veç ka macaru fytyrën. Sen tjetër të mirë s'kam bë. Se shife tani sa jam skuq, t'i vejmë krem hidratues, edhe inshallah po e qetëson pak. Para se me mbyll videon, du me tregu se si laj penelat. Si përfundim, kam ble këtë saponin, sapone vegetale kon antibakteriko, që gjasme është kundra baktereve. Një sapon shumë i thjesht duhet për me la penela, sepse nuk do na 700.000 budalliqe. E hapim saponin. Sa aron të mirë pasta. Shikoj se që bëjon. Ujnë e hapim nga ngrotje dhe presim 1 minutat ngrotet. Tani që ujë ngro, e ullim pak. E lagim edhe furçën mirë, edhe ja nisim me fërku të sapuni kështu. E shë që nxjerr gjithë vëllamin, gjithë ngjyrën, e ndërkohë shpërlajmë nga një herë, edhe pastaj prap pa ujë, kalojmë furçën, e pastaj prap në ujë. Siguroni pastaj që masi ta keni la mirë, që nuk nxjerr ma pislik, me la mirë, që mos ngeli në i cop sapuni. Për sfund gjerat pa ka shumë mjejt. E fus në ujë, edhe lej që të thithi ujë mirë. Edhe pastaj fërkoj edhe këte. Shisa pislikun. Edhe e shtrydh. Duhet me i shtrydh mirë. Me nxjerr krejt pislikun e krejt sapunin. Edhe me pak fjalë kjo është procedura. Tani e ngjon shumë zhurmë këto ndoshta. Faleminderit shumë që ndoqe videon deri në fund. Edhe shifëmi në videon e radhës.